jetesa e ma shumë e vështirë. A i ke njofti ta pronuar para se me bli banesën? Para se me bo si lajm, ju kisha luta dhe se edhe na kemi punëtore, kemi familja. Po apel edhe krejt blerëzve bile në Kosovë. Që është pak çështje e ndihshme, po ndjen keq. Veç me shku dhe në polici. Shqiprim Gashti është një djalë me aftësi të veçanta i cili jeton në lagjën Ortakoll të Prizrenit. Ai për reporterin ka rrëfyer për problematikën që i ka dalë lidhur me banesën cilën e ka bler para disa viteve. Për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. Halla e më është që unë i kum bler çdo dy banesa. Paret i kum pas sigurimit, kum pas aksident me vetur. Banesat s'kam pas listë poseduese. Premtimin ma kanë thonë që rampa ka më kone qasshme për ty për me mujtë me inti vetë. Një parking kime pas ose para banesës, ose në podrom, ose whatever, ku tjeta vedin. Edhe u banë në 4 vjetë, une që 4 vjetë u marrë me qëto probleme, parko kjerë mani, merë një denim për policisë atje, edhe monduna me gjithë një zgjidhe për këtë punë. Kom provu me folë, në fillim jam mundu me gjithë një mes me ta, në fillim më kanë thonë që po është çështje kohësh, jo në këtë javë, jo në atë muj, jo kështu, dikure e kum lanë abdin hajt, abdin në të pushon kë muhabet ose kë tension që kemi ngrit abdin, po u banë në 4 vjetë abdin, edhe më mas një kohë këta mas se kanë qa kryt për atë punë abdin. Qa që ma i kena ndërprej ma abitet, kena orë dhe deri të mëllë, nuk kemi kontakt abdin. Edhe pse banojmë me të njëtin blok abdin. Me këta prunuar që i ke bli banesën. Unë dëgjova që ti ki dorështë edhe me shit banesën. Po, kom deshtë edhe me shit mu largu për këtu, po për shkak listës poseduese, kur e kom ble banesën, këta më kanë thonë që mrena 2-3 muje, 5 muje kryet lista poseduese, u bën në 4 vjetë s'ka dalë, unë kom deshtë me për shkak që ty me problemeve, me ikë për këtu, me gjithë një vend ko ma i qasë shumë për mu. Për mu është e vështirë, maksimum, unë tanë kohën duna me munala të poshtë, me prit një kalimtar, me mdimu, ka raste kur është dëvanë, s'ka lënë kërkush, ka pas raste ku kometa dhe në kërë, abdin e kom prit më bo më ngjese, abdin një mësil në për lagje ose kom nejtë parking. Ka pas raste dhe kur e mërdzu, kur ka ra borë, abdin, që rampa është shumë e pjertë, abdin, edhe ju më rëtlu, abdin, më kom vetë, kom tonë hajtë me shdryp muj me shdryp, abdin, ndoshta ju më rëdzu, kom prit qashtu i rëdzu në deka kalu dikush me ndimu. Ti jeton vetë? Po, unë jetoj veç vetë. Edhe cila është kërkesa jote? Kërkesa eme mu zgjedh një zgjidhje për bëj apel kredve, abden, për bëj apel edhe këtu me pronarve me pas pak, abden, mi ndrejq këto, po për bëj apel edhe shteti që mu marrë me këto që shele njerin të me shqit një sen kur s'ka dokumentu, abden, unë nuk ka pare që javë më në dorë, abden, këtë pagisat janë bërë në përmjet bankas, edhe i bëj apel edhe kred blerëzve bile në Kosovë, abden, që në të hapin syt, abden, kur ta blenë që ose nuk ka listë poseduese, që ose nuk bëhet mrena 2 ore për me vete, mos e blenë e abdin. E sa e vështirë është jetesa jote? Jetesa e ma shumë e vështirë, abdin. Momentalisht, ku po banoj, abdin, është shumë ekstrem e vështirë. Që cika dhe më herët, kam shumë vështërsi, për çdo sen, prej momenti që i qeli syt, abdin, që duhet me fillu me aktivitetet e jetës, unë e nësë të pas të një vështërsi, me dalë, me shku mu qasë dhe të kjerë, me inker, me shku me kryat punë. Podrom të banesës, a keni parking? Jo, banesa ka podrom, kë pronare e përdor për depo, kër e kom ble banesën ka thonë që një nuk janë në shqitje, kom i nëzirë në shqitje, në moment që shqitën kryet banesat kryet, unë e kom i nëzirë në shqitje të informaja. Mas një kohë kër kom thonë që a është në shqitja, atë shka është të ndosë, unë po më vynë, nuk po mëj me vazhdu tutje pa një qasje. Më ka thonë, jo, ku me ta bo ty, një të pak të në ty ta bëj, alas janë shqitje, po ty ta bëj një afer liftit, që mund është veç ti me përdor, pasaj su ka realizu kur as njerë. A i ke njofti këta pronuar para se me bli banesën? Po, me këta pronuar për shatovën edhe kum ble mirë në besim të këta banesën, i kum besu kur ka thonë që del lista poseduese për 5-6 muj, se me këta njëna që 30 vjeta, njëna prej para aksidentit. Alo? Përshëndetje, po flas me Edinin? Po, nëne. Edin, unë jam Leonora Koluka, jam gazetare në Reportar. Ku marrë këtu në Ortakoll dhe takova shqiprimin. Që është shqiprim? Shqiprim Gashën, këtë kojshin e juj. Shqiprim, po? Edhe më kallëzoj për problematikën që ka lidhur me banesat. Po, çfarë problematikën të falë që s'pedi? A si e njoftu ti për problematika që i ka kjo anë? Jo, përbes nuk jemi njoftu.
Për shembull që nuk ka parking, se ka rampën e rregulluar sikur që keni premtu, se ka fletën poseduese të banesave. Fleta poseduese i ka dalë, po mujna më ju sjell atë. Do të thotë prej tonës, prej masës, mujna kur doni më ju sjell, kurse rampa është aty, nëse nuk i del, nuk është problem, mujna më rregullon rampë tjetër, po ky na ka thonë që po të më shit banesën. Aha. Po që sa vjet kish Se ka qitën shitje, ka pru mishteria atë. Po e ka shitën shitje se ka pas pa mundur me u qast në banesë, për çat arsye, se na e pam edhe qysh është kjo far për me hyp Shqiprimi nuk po mëjke me hyp vet deri te lifti pa pas. Nuk është problema një ai. Është ta kalzon çfarë rompe po i vjen, atë se kur ka ardhur aty ka qenë menon po i vdekë dhe ka u zhndot prej bashkëshortës atë. E na ka keq tash kamet vet, me siguri po jeton me babën e po në era i perëndim është. Po nuk ka rëndësi me kon jeton. Po ka kush me shtyn ndoshta apo po. Po, edhe Kerri nuk po ka ku me lon, s'di sa herë ka dënu policia. Po, se s'po ka ku me lun. Po Kerri nuk i kemi shit na vena. Ju i keni premtu për një hapësirë ose në podrom ose për para? Na kemi parkinget nuk janë jashtë, apo kupton, parkinget janë vena në podrom. A keni njoftu jo që keni qitë shitja, a keni njoftu Shqiprimin? Po, mare krejt ko i shit, jo kur donaj mundet me pas. Mundet edhe mujna më janë nuk është kur gjo problem. A mundemi me Pesha e di që na ka thirrë një gru që na ka thonë që e ka blejat banesë prej atina, po kupton? A mundemi me i pana parkingjet poshtë? Po kur doni ju mundi marrë po, apo din kur donaj mundet. Unë jam në takall, a mundemi me u taku tash? Për momentin nuk muja, mundi mos një gjysore. Po patjetër. U kry hajde pasja gjysore, mujna banesë. Po, edhe më the që t'ka dalë fleta poseduese, kisha pas qef me marrë edhe ato, me pa. Jo, nuk është kur fat problem. Faleminderit shumë, po t'pras. Përshëndetje. Po partit bisedum na, unë partit me fola me familjarët e vet çka pas ka ndodhur, atë ky dje kalon rrugërin midis rrugës aty atë. Edhe ka policia aty bashkë është rrugë kalimtare, apo kupton? Po. E ky e kalon si shek protesta, atë të më thonë të më asiguru një parking, apo këtone, na nuk mujmë tokat e shtetit më asiguru, apo se e firat se është pak punën e ndishme, se që si e ka punën, adem bilet familjarët e vetë, më këtë më faj, po se ajo së është në rëndësi. Naja kemi shqit banesë, unë këti nuk e kom shqit personalisht vlohut vetë, apo kuptaj. Por ti ke marrë? E kujna i ka nda, po ti ka marrë kompania, unë jam njani prej 6 pronat, edhe banesën e ka marrë të gatshme, as nuk ka prit as një dit, apo kuptaj. Po si do qoftë, ky e ka bo pak të madhe se ky edhe e ka shqit, apo kuptaj në banesë. E ka një problem gjyqësor, vish po ta spjegoj pak, ka pas një ndamje, në moment ku e ka shqit banesën, na kemi shku mja për këty tjetër kuj. Po noterja ka bo ndalit e gruja vetë ka lyp ti thojmë në adin që i takon ajo, apo kuptan. E ky na ka pajcu njëve, do me thonë pëse noteri s'pja u bon kontratë për e konë dalit prej gjykatës, apo kuptan është me pronësi, është në gjyq. Po pretendon e gruja vetë ish bashkëshortja që ka aty. Po para se me bo si lajmë, ju kisha luta, se dhe na kemi punëtore, kemi familja, se diqka mas pare me shkudejmë polici, me marrë një vepër, veç me pyt kush është ky person. Për që është pak çështje e ndihshme, po ndjen keq. Veç me shkudejmë polici, me marrë si një raport se kush është ky person, apo po çka ka rëndësi kush është ky person, nderuar? Po kush është që ky person të kallzoi atë se e ka shndruar atë si përshitje të lëndëve narkotike, apo të kërkoj strafë. Dëgjom, na kena ardhur veç për një problematik. Nëse do me